E konsideruar dikur si një unazë pa shpallur në zonën veriore të qytetit të Shkodrës, rruga Grudës së Re në njësinë administrative Rrethina është kthyer prej vitesh në mjedis mbeturinash. Peizazhi dikurshëm me vreshte dhe pemtore ja ka lënë vendin kësaj panorame të shëmtuar, ku banorët e zonës e ndjejnë veten të harruar, ndonse jo më larg se 2 kilometra nga qyteti. Gjena me kesh s'ka kur si bon, si kora kur mrapa në hiç tash 20 vjet. Tonë me turina, rrugat, na kena shumë nevojë se s'kena as ujë, tubat të 10 vjet janë futës, s'kena ujë hiç në këtë komunë. As si bekuj në se na gjalla, kupton? Ka mizerabël në tonë botën nuk sheni kështu. U kam kanë edhe në shtete tjera se kam fëmijë jashtë, sikur nuk ka si kjo shtëpia që janë afër ishte desh me bëma me pa ditë se si atje punë. Vojtje këshmje, me fol çao e drejta. Tash kur smert gjatë para se ju si do të bëhet me shpëria o zamor. Shpresuan 2 vite më parë se kujdesi ndaj tyre do të rritet, kur nga komune përfshirë në bashkinë e Shkodrës, por sot janë më të shkënjur. Bashkisë kërkoj si na hikun me tërinat edhe të na bjen ujë që na ka dhënë valet dënëdemi, na ka dhënë fjalën një aty përvodime kur ka që u shesujt. Edhe godis rrugën. As na ka godit rrugë, as na ka bon kur gjon këtë vend. Bashkia me ditë dinë, e ka kanë perfekte sa me ditë sa të dinë votën e ka marrë për këtë ujë. Gjë s'ka bon. Kin mojë interesoj kin lague. Po se unë sa një interesoj kurkush, gjithë kur veç me marrë i lek me shtin xhep për veti se sa i për popullat për kurkush, me mishtat qidrishin. Faktikisht nuk kanë munguar deklarimet e herpashershme të drejtuesve të Bashkisë Shkodër për shtimin e masave dhe mjeteve në funksion të pastrimit mjedisit, por me keqardhje duhet thënë se deri tani në këtë betejë janë të humbur. Kur nuk vihet në kontroll për pastrimin kuror e qytetit, siç është edhe kjo zonë, atëherë kuptohet se çfarë ndodh në ato më larg.